Përshëndetje. Mirë se keni ardhur të nderuar të ftuar, prindër, mësues, nxënës dhe ish maturant në këtë ditë të shënuar për ne. Na nderon me pjesëmarrjen e tij Zoti Avenir Qela, një duar trokitje. Sot është vërtet një ditë festive për gjithë. E ndërsa festojmë së bashku me ju prindër e mësues, frymëzues, gjej rastin t'ju falenderoj në emër gjithë nxënësve të shkollës tonë. Për punën tuaj të palollër, për kushtimin, pasionin dhe orët e panumërta që shpenzuat duke u përgatitur për këtë moment. Ju faleminderit. Sot, me plot gojë mund të themi ja dolëm. Për kushtimi dhe angazhimi juaj prindër e mësues të dashur, kalon deri në sakrificave të mohuese dhe dëshira për t'ju nderuar e respektuar gjithmonë sa vjen e rritet në ne. Prandaj u themi me zemër, jemi krenar që mësuam nga durimi e mirësia juaj. Në mund të ruash arsyen, kur bota humbet fillin e fajin ty ta hirë. Dhe vetes ti besosh, sa herë ti dyshojnë në përfillin. Por edhe dyshimet, drejt i gjykosh. Në mund të rish në pritje, nga pritja pa u lodhur. A kur të urrejnë, urrejtjet mos u shesh. Madje ndaj shpifjeve të rish pa folur, me thjeshtësi, me to parë ndesh. Në mund të mendosh, por jo gjërë shkatrim, të ndrosh, po jo si robë ndrimesh, dhe të trajtosh një lloj e pa dallim, gallënjim e shpartallim burim mashtrimesh. Në i detyrosh do të muskull, nerv, puls e zemër të shërbejnë, edhe kur gjithçka duket e kotë. Dhe s'ke asgjë përveç vullnetit që vetëm fjalën qëndro gjithnjë të thotë. Në mund të flasësh me maskaren, por në derin tënd ta ruash. Atë ecësh për krah mbretit, pa krenarin që të verbon. Nëse armiku apo miku s'të bëjnë do të vuash, edhe ti gjithçka shmon, po aq sa meriton. Në mund të mbushësh minutat, aq të rënda me vepra që peshojnë. Dije dhe mos ki asnjë dyshim. E jotja do t'jetë bota me çka brenda dhe burr do t'jesh o biri im. Faleminderit. Faleminderit, po fund faleminderit. Ndikimi juaj do të zgjas një jetë. Faleminderit që jeni drita e suksesit ton në këtë rrugë. Atëherë, me një duar trokitje, duam të presim në skenë për të bërë një përshëndetje speciale Zotin Lirim Gjon Bibaj, prindi maturës 12 AB. E mirë presim. Përshëndetje gjithëve. Du të falenderoj me gjithë zemër këtë staf mrekullueshëm për ftesën që më kanë bërë. Se është një ditë e veçantë për mua dhe për gjithë prindë që kanë fëmijë matur. Prandaj në emrin tim edhe në emrin djalit tim Klojdit, ju falenderoj nga zemra për çfarë do lloj mbështetjet që na keni ofruar për këto 3 ditë. Gjithë nxënësit e shkollës që dhe nëse kemi bërë ne gabime kemi bërë pa vetdije, pra ne ju kërkoj falje gjithëve për në i keq kuptim vogël. Shumë faleminderit për gjithëve. Dhe maturantave ju uroj suksese gjithmonë në jetë. Pse? Kjo diplomë që po merrni është vlerësimi që keni marrë nga shkolla. Kurse shkolla më e madhe tani po ju hap derën, është shkolla e jetës. Për para jush do keni shumë rrugë që çdo njeri do njekin rrugën që e qënë drejt talentit, drejt ëndrrës që ka ndrru gjithë këto vite. Prandaj me punu shumë që me realizu ëndrrën tuaj. Faleminderit me gjithë zemër, jam krenar që isha pjesë e diplomave. Faleminderit shumë. Falenderojmë Zotin Lirim për këtë fjalë të mrekullueshme që bane. Tani do ftojmë skenë ish maturantën e shkollës sonë, zonja Abeta Bajraktari, për të bërë përshëndetjen e radhës. E mirë presim ju.
Përshëndetje, mirë që u gjej. Sot kam shumë emocion që ndodhen para jush. Si ish maturante e vitit 2015-2016 në udhëheqjen e Zyshelonës, si matura e parë për Zyshelonën. Besoj matura B ka kënë matura më me fat, edhe çdo maturë tjetër që ka kënë në udhëheqjen e Zyshelonës. Ju falenderoj shumë për ftesën, falenderoj gjithë stafin pedagogjik, falenderoj drejtoreshin Edliren për punën e saj të palollën. Unë i përkas brezit, siç e thash, vitit 2015-2016, kam dalë nga bankat e kësaj shkolle, kam mbaruar fakultetin e drejtësisë me pas master shkencor. Pas mbarimit të fakultetit, unë u punësova në gjykatën e apelit, me pas punova për 2 vite në një institucion privat ndërkombëtar në Shkodër. Sot, unë jam përfaqësuese e institucionit kushtetues më të rëndësishëm në Shqipëri për qarkun e Shkodrës, avokati i popullit. Unë kam dalë nga bankat e kësaj shkolle me mirënjohjen dhe privilegjin më të madh që jam nga Postriba dhe përfaqësoj shkollën Adem Haxhia. Dashur maturant, ju keni mbyll një episod shumë të rëndësishëm të jetës tuaj, me fillu një kapitull më të vështirë, për të cilin ju duhet keni shumë vullnet, punë dhe net pa gjumë për të arritur dhe për të përmbushur ëndrat e juaja. Unë ju uroj shumë suksese dhe rrugtim të mbarë. E falenderojmë zonjën Abeta Bajraktari për këtë përshëndetje. E tani ftojmë skenë drejtoreshin e shkollës sonë, zonjën Edlira Aliaj. Erdha pra në shkollën tim, në mes të klasin përsëri, më del mësuesi i një parë, ne u ritëm dhe mundohëm, na gjensot në mëratere, fjallën tuaj shpesh kujtojnë, mësuesi parë vjetë në Përshëndetje gjithëve, të nderuar prindër, i nderuar administrator i Postribës, të nderuar koleg, të dashur nxënës, të nderuar stafi mbështetës Teuta, Vera dhe Vullneti, sot të gjithë së bashku jemi në ditë feste. Sot maturantët tanë mbyllin një kapitull të rëndësishëm të jetës së tyre. Sot përfundojnë me sukses maturën. Të dashur maturant, ju sot mbyllni një kapitull të rëndësishëm të jetës tuaj. Por nesër do të hapet një kapitull i ri, po aq i rëndësishëm, me plot sfida e mundësi të reja. Ju arritët t'ja dilni me sukses fal punës tuaj, vullnetit tuaj. Por ama, diploma që merrni sot nuk është thjesht një dokument në dorën tuaj, është puna dhe përkushtimi juaj. Kam emocion, sinqerisht, pasi shumica për jush u rritët bashkë me ne, që 3 vjeç në kopësht. Ju u rritëm, ne u formuan profesionalisht. Ama, sot nuk do t'ishit dhe të realizuar me sukses maturën, po të mos kishtin mbështetjen e këtyre prindërve të mrekullueshëm, që gjithmonë na kanë mbështetur në të gjitha sfidat tona. Krasaj, që duar një duar trokitje të fortë për të gjithë prindërit, të cilët gjithmonë na mbështesin për të arritur fëmijët e tyre rezultate të larta. Falenderoj stafin e mrekullueshëm për durimin, për punën, për pushtimin, por megjithatë ja vjen. Dhe përsëri themi ja dolo. Të dashur maturant, do filloni një kapitull të ri.
Do ju lutem të gjithëve, ndiqni ëndrën. Ëndrat bëni realitet, por ëndrat bën me punë dhe vullnet. Unë jam e bindur se të gjithë maturantët që do dilin nga kjo shkollë, në qoftë se do të punoni dhe do të përkushtoni, do të arrini lart e më lart. Një gjë mos e harroni, ashtu si e nderuara ish maturantja Beta Baraktari, dyert e shkollës sonë ju mirë presin që të jeni shembull për bresat në vazhdim, ashtu si që ishte Beta. Nuk do zjas më dhe do thoni Zyshet Lira është letërsi dhe s'din të ndalet. Juroj të gjithëve mbarësi dhe suksese. Ëndrat tuaja u bëfshin realitet. Jeni të mrekullueshëm. E din, sot është ditë feste për maturantët. Dhe do thonë, ç'duan të tjerët këtu sot. Por ne jemi shkollë e madhe, shkolla mesme Bashkuar Adem Haxhi Apostri. Dhe meritojnë sot të vlerësojnë edhe ata nxënës të cilët janë të shumt, do na falin arsimi fillor, të cilët nuk janë përfshirë pas janë shumë, nga klasa 6 deri në klasën 12, të cilët kanë arritur një vit shkollor të suksesshëm. Pra, do të vlerësohen me certifikat për arritjet të shkëlqyera në vitin shkollor 2024-2025, nxënësit të cilën kanë mesatarë me 9.5. E di prindërit mund ketë hatërmbetje, pse jo i mbir, pse jo i mbi. Çdo prind don më të mirën për fëmijën e tij. Ama fëmijët vitin tjetër kanë përsëri kohë të rikuperojnë dhe të arrijnë që të dalin krah të më të mirëve. Unë kam nevojë për mbështetje, prandaj do ftoj 2 kolegët, zëvendës drejtoren zonjën Elvira Hysaj dhe koordinatorën e karrierës, e cila është një rol i ri në shkollën tonë dhe në disa të shkollat e Shqipërisë, rolin e koordinatorës së karrierës zonjën Ardiana Kodheli. Nuk do e lexoj gjithë certifikatat unë, do e lë kolegën zëvendës drejtores, e cila do të thras emrat e 36 nxënësve të cilat kanë arritje të shkëlqyera këtë vit shkollor. Suksese të gjithëve. Ftoj nxënësen Elda Sykaj për arritjet shkëlqyera gjatë këtij viti shkollor. Më falni, nuk mund të rri pa thënë 2 fjalë për Eldën. Është një nxënëse më veçantë nga ju, pasi Elda ka arritur rezultate të shkëlqyera në shkollën nëntëvjeçare Ura Shtrejt në klasa kolektive. Falenderoj Eldën, prindërit dhe stafin të cilët kanë bërë që Elda të arritë rezultate. Së Petrit, ka di që s'di shajt. A gjali i strebi? Ka medali tash bërë. Ftoj nxënësen Arbiola Bushaj për arritjet shkëlqyera gjatë këtij viti shkollor. S'ta lanet më. Këna përvëllim bërë. Këna përvëllim. Se më për ishtë. Ledisa Bracaj. Tansi Arjen Muhaj. Të nxënësin Reis Uraj.
Ftoj nxënësin Omer Curaj. Nxënësja Ergisa Kola. Ftoj nxënësin Rajan Holaj. Ftoj nxënësin Sejda Uraj. Ftoj nxënësin Rehana Buhaj. Ftoj nxënësen Eneida Shabaj për arritjet shkëlqyera. Anesa Holaj. Ftoj nxënësin Artemisa Tusha. Arlinda Rodaj. Benilda Holaj. Esma Bushaj. Orgena Brahimataj.
Jukaj. Enesa Jukaj. Arlinda Bushaj. Ftojnë nxënësen Besarta Brocaj. Në mes të tasve për sëribe, më del mësuesi imi parë. Ne uritëm dhe mundohë, na gjesot në mëve, fjallën tuaj shpesh Ilma Holaj. mësuesi parë ti e përre. Staroj mësuesi parë, më mësove abëtëve, që të bëhen djali marë, dhe me gjatë të mbroja dhe. Eni Qelaj. Mësuesi parë, më mësove abëtëve, që të bëhen djali marë, dhe me gjatë të mbroja dhe. Erisa Bibaj. Irina Miloni. Në shkollë tyre, ma nëseve një natë ma, në mesensve për sëri, në del mësuesi i marë. Ne unitëm dhe kudohë, na kesot në mërathe, Anida Bushaj. shpesh kujtoj, mësuesi parë si e përne. Mësuesi parë, më mësove abëtëve, që të bëhen djali marë, dhe me gjatë të mbroja dhe. Sora Cekaj. Mësuesi parë, më mësove abëtëve, që të bëhen djali marë, dhe me gjatë të mbroja dhe. Mësuesi parë, më mësove abëtëve, Preskim Jukaj. bëhen djali marë, dhe me gjatë të mbroja dhe. Staroj mësuesi parë, më mësove abëtëve, që të bëhen Arnild Bibaj. Në shkollë ti, baj mësëm një malë marë. Prove, Në mes të pas 50 që buqarë. më del mësuesi i marë. Olbi Repaj. Edhe doja. Tuaj shpesh kujtoj, mësuesi parë ti e përne. Elmedina Dragoqe. Abëtëve, që të bëhen djali marë, dhe me gjatë të mbroja dhe. Staroj mësuesi parë, më mësove abëtëve, që të bëhen Dorota Holaj.
Në shkollën tyne Baj në zero një malë marë Në mesencë për sëri Më dhe mësuesi I më parë Në uritën Esmira Buhaj. Ai ke sot në bërante Fjallën tuaj shpesh kujtoj Mësuesi parë si e për ne Staroj Mësuesi parë Në sove A më tëre Selma Rahi. Mësuesi parë Në sove A më tëre Që të bërë djali marë Dhe me qatë të mbroja dhe Staroj mësuesi parë Më mësove A më tëre Na du të bani në rrjut vogël, sepse nxënësi si jo që është me të në dhejta një biba I ka pak me vones dhe certifikatën do jam I ridhon edhe I herë ta përjetojnë këtë emocion se pari mori vllai I tij. Atëherë, ftojmë nxënësin me rozat të shkëlqyera Arnil Bibaj. Në shkollën time Baj një sende një malë të marë Në mes të tasve për sëri Më del mësuesi I mi parë Ftojmë nxënësen Zerina Uraj. Na gjësot në përave Fjallën tuaj shpesh kujtoj Mësuesi parë ti e për ne Staroj mësuesi parë Më mësove A për cëve Që të bërë djali parë Dhe me që Ne sot nuk do të vlerësojmë vetëm nxënësit e cilët kanë arritur të shkëlqyera në mësime. Por, secili nga ju ka një të mirë, ka vlera, dhe secili nga ju do të jap një të mirë në një drejtim të caktuar. Duke qenë se këtë vit kemi dhe koordinatori karrierës zonjën Ardina Kodheli, ajo ka punuar me përkushtim, duke bashkëpunuar me mësuesi kujdestar për të evidentuar talentet. Dhe tani do të vlerësohen talentet e shkollës sonë në fusha të ndryshme, në interpretim, në pikturë, në sport, por edhe në kontribut për shkollën tonë. Atëherë, I jepet certifikat vlerësimi për arritje të shkëlqyera në pikturë Orgena Brahimataj. Në mes të tasve për sëri Në dhe mësuesi I mi parë Ne uritëm dhe kuda Na gjësot në përave Fjallën tuaj shpesh kujtoj Për arritje të shkëlqyera në pikturë Besarta Bracaj. Staroj mësuesi parë Më mësove A më tëre Që të bërë djali parë Dhe me qatë të mbroja dhe Staroj mësuesi parë Certifikat për arritje të shkëlqyera në pikturë Erisa Bibaj. Dhe me qatë të mbroja dhe Esma Bushaj për arritje të shkëlqyera në pikturë. Arritje të shkëlqyera në pikturë Senea Bibaj. Në shkollën time Në sene një malë të marë Në mesencë për sëri Më dhe mësuesi I mi parë Në uritën dhe kuda Melisa Baçja për arritje të shkëlqyera në pikturë. Shpesh kujtoj Mësuesi parë si e për ne Mësuesi parë Më mësove A më tëre Që të bërë djali parë Jepet
certifikat vlerësimi për arritje të shkëlqyera interpretative Zerina Uraj. Esmira Buhaj për arritje të shkëlqyera interpretative. Artemisa Tusha për arritje të shkëlqyera interpretative. Dhe tani, certifikat vlerësimi i jepet nxënësit Ensar Bushaj për aftësi, shkëlqyera praktike dhe shembull për të ndjekur. Ka mundësi vjen motra. Certifikat vlerësimi për Arsil Bibaj për aftësi, shkëlqyera praktike dhe shembull për të ndjekur. Ne si shkollë nuk dallohemi vetëm për rezultatet të shkëlqyera, për zati të mira, për interpretim, për konkurse, por postriba gjithmonë është njohur edhe për sport. Këtë vit shkollor, shkolla jon fitoi vendin e tretë si ZVA Shkodër dhe rezultat i kësaj pune ishte puna me përkushtim e profesorit tonë të nderuar Amarindo Belisha. Kam nderin të ftoj profesor Belishën në skenë, i cili do të jap certifikata skuadrës së tij fituese. Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje të pranishmeve, prindërve, kolegëve të mi, urime maturantave në rrugtimin e tyre të madheshëm. Përshëndes edhe gjithë nxënësit që morën diploma dhe shpresoj që të ardhmen të dyfishojmë këtë diplomë. Për sa i përket sportit, në këtë vit ne morëm 2 vende të treta, kena marrë edhe në garat e shpejtësisë, edhe në garat e voleybollit për 9-vjeçarët e vajzave. Uroj që mos jetë çert vendet e para, domethënë vendet e nerit parat, edhe duke marrë angazhim bashkë me stafin, bashkë me drejtoreshën, mendoj që me këto kushte që kena kriju, besoj që në vitet e ardhshme do të kena sa më shumë medalje edhe vende të para se. Atëherë, për arritje në garat e voleybollit për 9-vjeçare, ftoj kapitenin e skuadrës Eliadin, marrë këtë certifikatën. Gjithashtu, ftoj edhe Amër Spahi të jepet certifikata për arritjet e tij në garat e shpejtësisë që zhvilluan këtë vit në stadiumin Lore Boriçi. Faleminderit, ju uroj aktivitet sa më të këndshëm në ne. Faleminderit profesor, dhe vitin tjetër do na vënë të parë, jo vend tretë, sepse postriba është e para dhe e meriton.
Tani, unë kam një certifikat krejt të veçantë, e cila është hera parë që shkolla jonë e jep këtë certifikat vlerësimi. Në muajin prill, në shkollën tonë, ka ardhur një vullnetar i paqes, i cili ndihmon dhe kontribon që nxënësit e shkollës sonë të zhvillojnë aftësitë komunikative në anglisht. Prandaj, unë kam nderin të ftoj për t'i dhënë një certifikat vlerësimi zonjës Gjeni Mudi. Ju lutem një duarllogitje, pasi është mësuese me shumë përkushtim. Çdo fillim e ka një fund. Qershia mbi tort janë maturat. Tani e kanë radhën mësuese kujdestare për të më ndihmuar me certifikata. Ftoj zyshën kujdestare, zyshëlqiten dhe falenderoj për punën dhe për kushtimin e saj maturantët. Do i lutesha maturantëve të vini një nga një në tapetin e kuq, sepse është dita juaj. Albi Repaj. Dua një duartrokitje të fortë për nxënësit që do të vi tani. Është një nxënëse shumë e mirë, shumë e dashur, Ardita Bracaj. Arsila Isufi. Ashe. Ariola Dani. Elsaid Shkrelaj. Pesiona Bushaj. Po të bëhen shumë Esmira dhe duhet t'i rush me shumë kujdes, sepse është fruti punës tone. Esmira Buhaj. Elma Dani.
Bushaj. Sejda Qelaj. Lerisa Amja. Eriad Bushaj. Nesar Repaj. Hatice Lisaj. Samuel Bushaj. Matilda Holaj. Saad Bushaj. Melissa Bacia. Saad. Meris Plangaj. Zaid Plangaj. Në fakt, është nxënësi i fundit i matur sa, por unë nuk do kisha dëshirë m'ja dhënë vetë. Japin vetë mami vetë, që është mësë kujdestare, edhe sot përmbyll një sukses dhe është emocion, edhe për djalin, edhe për prindin. Ledian Shkrelaj. Ka certifikata e nxënësit që jam shumë e lumtur që finalizoj me sukses maturën. Kusha, mund e dini? Saad Halili. Një dekat në shkollë dhe jam shumë emocionume në rol por si mësuse, mësaj si prind dhe aq ma shumë me këtyne maturantave që çdo ditë me të mirat, me zënkat, kanë marrë pjesën më të mirë kësaj shkolle, tonë, kolegëve tonë. Vetëm
sepse ju dhe ne jena gjithmonë ditë tona më të mira. Ju uroj suksese, ju prit të marrë. Arsen Amiti. Amanda Blangaj. Junilda Kurtaj. Serina Uraj. Elisa Ramovaj. Elisa. Inada Bibaj. Elton Dushaj. Jessica Hysaj. Enada Papai. Leilas Maria. Selma Rai. Arsilda Çalay. Irsa Frejaj. Enis Hasi. Armela Papai. Senat Repaj. Santiago Hoxha.
Elmedin Rahi. Nail Bushaj. Ju lutem të gjithëve një duartërokitje të fortë. Unë të i zoti Lirim Gjën Bibaj, këto. Një duartërokitje të fortë për diplomimin e nxënësit Lajri Gjën Bibaj. Faleminderit gjithë për gjithë shafë. Mësuesët edhe gjithë shokët e mi. Qenë ka e vështirë, zemra nuk është burë, të thot jam të mirë. Zemra nuk është burë, të thot jam të mirë. Këndoni, këndoni, sonte për më tur, se kjo natë e jonëm, s'do të vi më kur. Valzoni, valzoni, deri nërë të vona, se mu as një herë, s'pehem ditë e kona. Këndoni, këndoni, sonte për më tur, se kjo natë e jonëm, s'do të vi më kur. Valzoni, valzoni,